Me lejen tënde do ta publikoj mesazhin e parë. Regjia më nxini mesazhin e parë. Me sa po e shihni këtu, është kryetari Lumir Abdigjiku që po shkruan. Hiqeni sigjin, ju lutem. Me sa e shihni me datën 15 prill, kryetari ka kthyer mesazhet e tij që të zhdukën pas 1 minute. Dhe duke qenë kështu, Xhaferi siç e shpjegoj, është detyruar që ti fotografoj mesazhet në mënyrë që ti mbetet një evidencë rreth asaj se çka po ndodh në këtë moment kur ju e thatë, më ka telefonuar në orën 19, mesazhi që e ke fotografuar është në orën 19:21. Thot, po më thonë që marrëveshjen doni me bë publike, nuk bën asnjë marrëveshje të bëhet publike, Xhaf. Pik. Pra ky këtu flet për thot që ka marrë veshje marrëveshjen do ta bëni publike, kërkon që të mos bëhet publike. I bie që e di që do të bëhet marrëveshja, por secili le të vlerëson për vetë Erben. Të tjerat në këshill të përgjithshëm të LDK-s, në kryesi të LDK-s, çdo gjë tjetër, çdo argument tjetër. Jo, do ta nxjerr dhe një mesazh të dytë në të njëjtën natë pas diku 10 minutash, thot, kërko një për kohë, thot. Kërko një javë kohë. Një javë kohë, okej, kërko një javë kohë, deri pas certifikimit. Thuaj me kërkesë të partisë nuk mund të lidhim asnjë marrëveshje pa certifikim. Tani shoh si e ka përsep. Pra, Abdigjiku po kërkon një javë kohë për ta publikuar marrëveshjen, nuk po thotë që nuk do të bëhet marrëveshja. Erben, edhe